Sërish në studio Jusuf Bugjovi, shumë faleminderit që jeni këtu. Mirë atëherë, unë do të flisnim pak do flasim, si thua, do vijojmë bisedë që bëm herën e parë, do të mbetemi tek historia e Kosovës. Madje unë po filloj me një vëzhgim timin. Unë për herë të parë një libër serioz për Kosovën kam lexuar historinë e Kosovës i ka shkruar Noel Malcolmi. Dhe më shdukur një libri, le themi, i plot mbi historinë e Kosovës. Ju keni objekcione ndaj këtij libri? Keni ndonjë kritikë apo jeni dakord? Shiko, unë pajtohem se është libri i parë që është shkruar rrethana shumë të rëndësishme kur ishte fati ndërkombëtarisht Kosova duhej të njihej gjithë ato. Duket që keni objekcione. Edhe është një libër politikisht i dobishëm, por unë kam shumë vërejtje, i kam edhe në këtë librin këtu, po vërejtje kështu që janë, ja kom thonë edhe po i them edhe publikisht, janë 2-3 gjëra për shembull që janë problematika aty. Për shembull? E para është sepse ai mbështetet komplet te koncepti slavistëve të Vienës, e cila në një farë mënyrë reformohet se thotë që Kosova, historia e Kosovës duhet shikohet nga ndikimet që ka jashtë, nga pjesë jashtë. Domethënë është një metodë induktive. Unë nuk nisesh prej trungut, po nisesh prej degëve marrë të trungu. Edhe historia shqiptare duhet shikohet të serbë, të vlehtë, të osmanet të tjertë, jo të kapët prej trungut. Edhe këtu është mandej problemet që lindin kjo metodologji lind. Kjo metodologji është në rregull është, kur ti e trajton në përputhje me gjetë një diçka të përbashkët, jo për me anatemua të mi thonë mandej që nuk i mesjet, nuk i këtë kërë. Te Malcolmi për shembull ai koncept mandej bjen te koncepti i historiografisë serbo-madhe se ka shtet mesetar serb në Kosovë, krishterënim ortodoks serb në Kosovë. Sipas jush nuk ka. Sipas jush nuk ka një shtet mesetar. Tash është problemi i shtetit mesetar, është problem që ne trajtoj shumë gjatë, por problem historiografisë dhe historiografia botnore trajton këtë. Edhe është problemi që verzioni që jep historiografie serbo-madhe, hala po them këto me plot gojë. Simas që ka një shtet mesetar serb edhe historiografia jonë e ka njohur. Po aty është problemi, se historiografia jonë e ka marrë verzionin e historiografisë serbo-madhe, sepse ka shumë historian serb, sepse duhet të themi këtu. Këtë historiografia serbe, po dhe kjo që është ndiku prej saj, e lidhin Rashkën me shtet mesetar serb, dinasti Nemanjanit Rashkës. E këtu është problemi më i madh. Se dinastia Rasjane, dinastia e Rashkës, në gjitha dokumentet prej Porfirogentit që merret atje, që është një perandor i Bizantit në shekullin 10, e dejte Kantakuzeni, që është perandori gati i fundit, ka shkruar një histori jashtëzakonshme me 1340 sap, Rashka është entiteti i pavarur feudal si shumë entitete në Ilirik, rrethanat e Bizantit, i cili ishte në ramje sipër. Por Rashka, do të thotë, në të në dokumentet meritore, edhe ato të Vatikanit, edhe të Hungarisë Veçmas, edhe këto të Kantakuzenit që merren, që është historian, po edhe të Halkonidiki, edhe të Dukas, po i përmendej shumë që i kom këtë librin tim gjansisht, quhet Rex Rasien, por ku nuk quhet Mretni Serbe. Mretni Serbe nuk ka si formacion mesjet. Kjo është që e kanë imputu. Tash po kthehem pse ka ardhur të kjo. Po kthehem prapë te Vasa Shqibërllović, që është njëri për historianëve. Po nëse mund ndalemi pak këtu. Okej, ta lëmë Rashkën, po pastaj më pas ka një le të themi perandori serbe me Stefan Dushanin. Po Rashka është ajo. Stefan Dushani është i fundit i Rashkës. Jo, pretendimi juaj cili është? Pretendimi im është se Stefan Dushani nuk është identifikuar me shtetin mesetar serb. Ajo është si një
zhupani e pamvarën në kuadrë të gjithë ati mozaikut të autonomive të pavarëna që kanë qenë në Ilirik. Kjo është një tezë që e mbroni vetëm ju, apo ka dhe tjerë? Jo, ka tjerë, nuk është që mbrojnë. Tash të Malkomi. Malkomi e merë këto, put prej asaj që ka historiografia serbe, ka dhe Shmitit një të një. E ka mandej, për këto dhe përkalojnë prapë të kjo, ka dhe për kishën ortodoxe serbe, autocefalin në shekullin 13 me 1217, që nuk është e vërteta, ajo është demantume në tëna format, vesmë, aty ka pas vetëm një autonomit përkoshme prej përshkopatës Uhrit, që le ka qenë vendimtarë në atë kohë për këtë rrëm, prej edhe ajo ka të bëjë me kryzatën e 4. Kryzata 4 ka ndohë me 1204, kur kanë depërtu njësit Gjermano-Hungareze, këtu për me edhe kanë kallë Konstantinopojnë, edhe kanë gjoja për kthejnë vorën e shajt, por kanë kallë dhe është të njoftën e kanë këthy përëndëria Romake shujtë, latine e Konstantinopojës, prej vitit 1204 dhe në vitin 1275 ka egzistu. Bizanti është të shru mu largu Nike, kisha ortodoxe ka kalu atje. Ndërku, Hungaria edhe tjertë edhe Vatikani që kanë përkra një lëvizje që Balkanit këthejet, Ilirikun katolik, kanë mështet kretë fuqin të Tushanit, se ka qenë më i fuqishmi si zhupan në ato. Por askunda i nuk o qujt zhupan serb. Rashje në rashkat i ke deri të këto të fundit që janë edhe të Pikullomeni, shprengullit të kësa qujnë, dokumentat austriake i qujnë rashjan, u shprengullit sot rasjan, pëse se qujnë serbt. Dokumentat rasjan sepse është një entitet i veçantë. Dhe në dritë është të them. Edhe gjithë në marnjet, kur kanë dalë poshtë në Dardani. Ata kanë shku me këtë zgjanim. Edhe në asë një moment nuk është dëmtu faktori autokton. Në një që i faktori autokton. Edhe lidhjet e tyne mandej me feudal tjerë, familja Dushanit, prej të parit e dhejtë mëramit kanë qenë lidhun me familjen e edhe të Balqajve edhe të Kastriotve. Kanë qenë lidhje mesore. Kunata Skënderbeut është për njënin për Brankovicve të martum, më thonë Aranitve. Lazarevic, këj Balqaj fundit, e ka pas daj Lazarevicin e Feshiu, po ashtu është i një për familjes Dushanit. Më do më thonë, këtë kontekst, edhe gjitha dokumentet austro-ungari që unë i marrë shrutim që në zurtare, Brankovicin e qujnë edhe prinsë shqiptarëve. Përndaj, këto janë që këta ja kanë amputu, sepse prapo këthejnë të ajo, që e thotë edhe Vasa Qëbrilovic, që e thotë, ka të libri shumë i mirë i ti që quhet politika misa o Serbia, mendimi politik i Serbis, një ndër librat ma kompetent, pavarësisht qëndrimeve të ti, ai si politikaj si shkarën ka qenë shumë i ngritun. Krahasu me nivelet tjera balkanike ka qenë ndër ma kompetentet, pavarësisht çka ka bo me... Edhe ai thot, ekzistojnë 3 probleme historiografisë serbe. Kjo ka shumë rëndësi. Thot, 3 shkputje të papajtueshme. Thot e para, shkputjen e Serbisë etnike, shkputjen e Serbisë kulturore dhe shkputjen e Serbisë politike. Këto 3 shkputje, thot, qëndrojnë si probleme të mëdha. Sepse Serbia etnike, si mas Porfirogenit, edhe të kanë të Kuzeni dhe të Orbini që ka Poplduk Lanini ato, është zahumli po humli në pjesën e në rejtë, sa tje ku janë si zhupani dvogla. Edhe atyre, a shqujtë Slavoni e në bilim për shkak të pjesa tjetër e dyta që shumë rëndësishme, thot Serbia kulturore. Serbia kulturore thot është jashtë Serbisë, është shumë fakt. Ka egzistu në Banat, në Hungaria, të kënej, edhe lëvizja kulturore serbe. Në Karlovc me Ruravacin, që është shumë i njoftun, edhe Dositej Obradovićin, është atje. Atje është bo krejt lidhja dhe shkolla Slavisë dhe Djenës, ka shku në përmes drejtimit, mandi që kemi të Jeriqeki, të Gopçeviqi, të Haxhi Vasilevi, edhe të baba i tyne që ka qenë arkitekt, ka qenë Shafariku. E dyta. E treta që o ma rëndësishme është Serbia
politike është e shkputën për këtyre dyja. Serbinë politike kemi në vitin 1830, kur është njoftë autonomia e Pashallekut Beogradit, me 30% serbë, me popullat. Edhe Serbia që është kriju më 1878, si Serbi politike, me mas asaj që i boni shprengullin prej Nishi deri për Kuplje, 400 e sa lokalitete gjatë luftës ruso-osmane 877-78, kishte as 40% serbë, nuk kishte ma shumë. Edhe këtu është ai që e sheh si problem. Këtu duhet pa mandej dhe gjithë ato lëvizjet se u kriju një Serbi, por nuk e ka shumicën serbe. Çka duhet bëjmë tash? Hajde tash ti krijojmë mitin e Kosovës, ti krijojmë se kemi pas atje, edhe këto pra janë problemet që janë edhe të Mallkomi, por është edhe një gjë tjetër, që unë jam kritik e them atë. Mallkomi për shembull pranon edhe një teori tjetër, që është ndër teoritë për shembull për më antihistorike dhe reaksionare mandje, e pranon Arnautashi, teza Arnautashit. A di çka do të thotë teza Arnautashit? Nëse diun, për parë po dëgjoj. Që vetëm ta tregoj atë, e pranon Mallkomi komplet. Historianë tonë gati kanë kaluar për Arnautashi. Teza Arnautashit është e krijuar prej Sfiqit dhe Gopçeviqit të tjerëve se. Po çfarë është kjo tezë? Çfarë thotë kjo tezë? Që tash të ishta më ta shpjegua atë për me ardhur te kjo. Kjo shumë rëndësishme se kjo shumë përhapet, po pa kush e din dhe e keq interpretojnë. Arnautashi sipas memorandumeve serbe dhe Çubriloviçit, po dhe Sfiqit dhe Gopçeviqit, është se kur ka ardhur Perandoria Osmane, një pjesë e madhe e serbe janë kthyer e kanë marrë islamin në këtyn turq, në shekullin 15-16. Në shekullin 17 e tutje, dhe më thonë, mas shpengullis madhe, janë kthyer në shqiptar, janë kthyer musliman, edhe janë kthyer shqiptar. Shikoni, një popullat, do të thotë, serbe, që pretendojnë që kanë qenë kulturalisht me këto, ani pse patriarkana është 1405 është eliminu, janë kthyer një herë e kanë marrë islamin, mande janë kthyer shqiptar, shiko. Kjo është një teoritë më reaksionare, nuk pinojnë asë një konstelacion, sepse asë në kuptimin më thjesht nuk mund të është teori absurde. Këte e pranon edhe Mallkomi për fat keq, edhe bile, a i shkon mandej problemin e 2-3 lokaliteteve që janë këto, Gore, janë këto disa populate përzime, në këtë deltim, i merë si pjesë të asaj vërti. E këtu janë probleme që unë ja thamë Mallkomit, e konsideroj veprën Mallkomit dobishme, politikisht, por i ka këtë handicap. Këte e ka dhe... Jo përdorin termin e dobishme politikisht, po Mallkomi vetë nuk është interesuar që vepra e tij e dobishme politikisht. Ai po t'ishte këtu do të thoshte, mua më intereson e vërteta kështu si e shoh unë. Se është e dobishme, është problemi im. Po është problemi të vërtetës, është vërtetë shkencore. është me fakte këtu. Ti mund të thush për shembull se ai citon këtë autor serb për shembull. Nuk e citon Zhuvarasin, cili tha shiko këtojnë këto janë të harnuar. Ka dhe autor tjerë serb, por nuk i citon për shembull autor transishëm botnor, të cilët po ashtu zakonikën e Dushanit si e merr ai qendër e quhet të këtu, është i falsifikuar. Edhe në Harvard edhe këtu ai ju ka marrë kredibiliteti asaj vepre edhe 5 botimeve të Akademisë Shkencave të Jugosllavisë. Është shumë e rëndësishme se Jugosllavia në vitet 70 e ka bë, po e them serbisht, mandej po përkthej shqip. Historia e Jugosllavisë u vizantiskim, historia naroda e Jugosllavisë u vizantiskim dokumentima. Historia e popullit të Jugosllavisë në dokumentat bizantine. I ka volumet. Volumi 4 kapet me autorët e njohur bizantin. Prej Halkanidikit, këtij paleologëve Lukase, Dukase dhe Kantakuzenit. Edhe aty ka shkputje. Ata Kantakuzeni vesë, më thotë isha të tribalt, isha të feudali tribal Dushanin, tribalien. Halkanidiki që ashtu thotë tribalien, ishte lufta e Kosovës, tribal luftuan me këta. Edhe këta shkojnë e bojnë në ato dokumentat shumë kredibili për rrethonat, e thot në klapa odnos në Serbi. Gjithë si Serb, tribalt
Kantakuzenit është ndërhymje jo shkencore, është vandale, nuk guxon të shkencë me bote. Kur e kanë bë butimin e dytë, masi dolën këta Serbisë që morën trashëgimin e Jugosllavisë, e kanë pasur është një gabim shumë i rëndë ajo, edhe ka shku me do fusnota. Kanë thonë, po, kjo tribalte lidhin me Serb, bile edhe ato Herodoti, për shembull se Herodoti, ne kemi autorët antik, për tribalt thotë janë fisilirë, se mretnije tribale ka qenë mretnije fuqishme që ushtri prej Danubit deri ka kufi me Dardanin, është njoftun si formacion i prej autorëve antik, disa thonë që kanë lidhi me Dardan, disa me Ilir, po ka dhe autorë që thonë me Thrakas. Historikisht na nuk e dim hala, por e dim që është i këtij. Edhe Aleksandri i Madh, në betejën e fundit që ka shku, i ka shu tribalet për shkak se me pas në depërtimin. E këtu në këtë drejtim deshta të them. Të tribalet kthehen në Serb. Edhe falsifikimet që i bojnë për shembull Porfirogentit edhe këtij Halkonidikit e Dukas edhe Pop Duklanitit, se ka prallaj, nuk ka diçka të rëndësishme. Ja, ku ka sklavonia për shembull, e bojnë Serbia. Është ndërhymje. Ta mërmenja aty se perandori i Bizantit Kantakuzeni, kur ka qenë, se ka qenë e një kohë, me parologun kanë pas problem, nuk e ka ditë kush janë serb nëse në mretni serbe nëse ka qenë, pse i qunë tribal? Pse edhe të dokumentat Osmane, një pjesë të Pashek Zade tjertët, Mehmeti mori tribalin, mesën e tribalit. Pse qunë ata? Teza disa historianëve që flasin për, le të themi, perandorinë sërbe që në kulmin e vetë arriti deri në Stamboll. Këto si pas jush janë legjenda? Jo, ato janë të falsifikume. Tash, perandori sërbe nuk ka pas. Ka pas një... Që mendojnë kolegët të shqiptarë për tezën tuaj? Tushani e ka pas, dhe më thonë, një principat shumë fuqishme, ka bashku gjithë. Dhe ajo që merët ka mjaft dokumentat meritorit përndimit, për i ki edhe të verzioni Kantakuzenit që është i bonit i vitit 1856, i plot, dhe më thonë edhe greqisht, latinisht dhe gjermanisht, a e qunë, atë që bënë Dushani, e qunë Magna Illyricum, Illiria Madhe, edhe ka shumë teori në atë. Serb të që po thunë ju shtetë mesatarë serb, e kanë përvesu rashkën e qujnë, e kanë amputu. Kolegët tuaj shqiptarë, historianë shqiptarë, që mendojnë lidhur me tezën tuaj, që nuk ka pasi shtetë mesatarë serb? Ato është problemi maj madhë. Historianë në Kosovë shqiptarë ka shumë pak që marrë me mesjetën, edhe nuk kanë në një vepër që është e panvarën jashta kësi diktatit. Po Plumë Gjufi në Tiranë, nuk e di që me ndërët. Po shikot, ashtë edhe Plumë Gjufi në një kom studiu krejt ato, në një kom bëvë rejtët edhe i kom thonë. Plumë Gjufi i citon autorët serbe, Otrogovske, në këta që i kanë atë. Të mos citimit është ajo. Me një farë mënyrë mund të lahash për këto. Por është një problem tjetër, për shembull të kur quhet shteti mesatar serb, merren dokumentat cilat historiografia serbe i ka falsifiku, ose i ka rishkru. Për shembull që e kemi zhitijat, edhe të Stefan Dushanit. Këto e në shekullit 18 falsifikume. është e dedikume krejtë edhe prej Ravasit, po dhe prej historianëve tjerë, edhe aty në të Vjenës, se janë falsifiku, e kanë kriju një verzion krejt tjetër. Këta i citojnë tëne. Merre për shembull e kanë citu Shkarazi, Kantakuzenin, po e kanë citu botimin e Venedikut, i cili po është i Sajum. Po nuk e kanë citu botimin e Bonit, cilin historiani është ti krasoj. Shikoni tash e kemi problemet që citohen këto. Kristobula e Deçanit e vitit 1330. 6 verzione janë gjithë. 6? 6 verzione saj, cilit me besu, sepse kanë falsifiku. Edhe ato bulat e Dushanit që merren, a i ka për shembull. Thotë jam quhet mreti i shqiptarëve, i grekëve, vlleve, e përmend edhe serbëve. I kanë hek ato, kur i ka bo. Muzevi i Beogradit ka bo 2-3 botime shumë reprezentative të dokumentat hilendarit, për shembull, edhe këto. Kur vjen të këto, ju keni këto mund të verifikohen, i komon edhe këto me fusnota, të paraqitja dokumentave të
Kristobulën e Deçanit, thot, nuk ekziston kopja, nuk ekziston origjinali, po kopja është e besueshme rreth se kopja është duk. Shiko, me çfarë manipulime delet këtu? Për shkencë është nuk mund të thur dikuj qyre, unë po ta qes këto, kjo është origjinal, po origjinali nuk ekziston. Po kjo është e njëjtë me ta. Domthon, kështu kanë shku me asnjë falsifikime. E historianët të na për shembull, vetëm këtë ta them zotin Nana se ka shumë rëndësi. Ne kemi 2 diktate, historiografia jonë institucionale po flas, edhe në Shqipëni edhe në Kosovë. Diktatin ideologjik që ende nuk është liru prej asaj herojt, partizant, bardh, zi, tjera. Ende për shembull problemi i Fanolit e i Zogut nuk është shpjeguar në përputhje me një kontekst dokumentave sa a ka qenë revolucion, a ka qenë puq që ministri rrëzoi kryeministrin, apo edhe raportet që mandej ka ndodhur Zogut me Pashiqin janë raporte kryesisht shkruame prej kuzhinave ideologjike. Kjo është ai problem që është shumë i madh. Edhe e dyta, kjo që ka bërë diktat historiografia serbo-madhe me këto limitet. Shteti mesatar serbe dhe Kisha ortodokse serbe autokefalinë ka marrë me 1923. Shikoni, ki edhe këta historianë serb që ki, Branko Ravasiri, Qatë Krejt, po ki dhe të Shafariku, cili është baba i shkollës slavizëve të Vjenës. Thot, nuk po gjej dokumenta në cilët kanë fitu këta autokefalinë. Këto që i kanë falsifikuar. Të bëj një pyetje. Autori këtyre librave është Jusuf Buxhovi. Jusuf Buxhovi ka shkruar edhe atë kolanën për Kosovën. Tani, kur Jusuf Buxhovi ka shkruar ato libra, ka qenë autori që kërkon, që është në kërkim të së vërtetës, apo është patrioti Jusuf Buxhovi? Jo, të vërtetës. Unë me patriotizëm shkenca nuk shkruhet. Aty bën gabimet më të mëdha. Nëse ti shkon me patriotizëm, kemi pa një anshëm. Edhe kalon ose në ideologji ose në religion. Unë e kam marrë vërtet, por e them edhe diçka tjetër. Unë ja kam sjellë edhe kongresin e Berlinit dhe t'ja jap tash. Kam magjistru, kom punuar dokumentet e arkivit politik të Ministrisë Punëve të Jashtme për herë të parë në ato e sjelli këto dokumentat 3 gjuhë, francisht, gjermanisht dhe shqip, cilat historiografia në ndë citon Haxhi Vasiljevin dokumentat e coptuara. Por unë kom punu vitet tana atje. I kam krejt dokumentat e asaj që Gjermania ka botu, autorët, Bizantin, gjithë në 3 gjuhë, tash. Edhe kanë të akuzeni, botimi më original është i Bonit, vitit 1850 sa. Edhe gjithë ato në kom punu në ato dokumenta, edhe të Princ Vidit, edhe tash Zvoni kom marrë edhe të janë hap dokumentat e Rajhut III për Gjaferdevën edhe këtë problematikën e qeverisë 43-44 që ka shumë keqpërdrime manili, por unë do dalë me dokumenta edhe këtu tash. Jusuf Buxhovi o mbështet këto. Kur kom bo libri në Kongresi i Berlinit, i kom sjell dokumentat originalit 3 gjuhë që i keni aty. Për fat keq ende nuk citohen për shqiptarëve, sepse e kanë ende atë diktatin e Garashaninit, e Gopçeviqit e tjerëve atje. Ju përdorni si referenca botime që janë bërë apo arkiva, materiale arkivash? Shiko, këtu ka 2 gjana. Ka arkivat gjermane dhe botimet gjermane. Arkivat gjermane merret arkivi i Ministrisë Punëve të Jashtme për krizën lindore. Me kanë fjalën ju vetë keni shpletuar gjërat e arkivave apo botime që janë publike? Edhe publike, edhe arkiva edhe botimet. Edhe arkivit Vjenës, edhe arkivet Beogradit, sepse unë për fat mirë njoh edhe serbisht në slavishtën e vjetër, i kam shfrytzuar edhe librat edhe arkivat. Arkivat e Ministrisë Punëve të Jashtme komplet origjinale që i kam sjellur këtu, po janë 5000 krejt që kanë bëjë me krizën lindore, sepse është caktuar në Kongresin e Berlinit fati i të ardhmes se... Cilat janë arkivat më të pasura kur vjen puna të çështja e Kosovës? Po, tash duhet me shikot për cilën periudhë. Për periudhën e krizës lindore të tjerë është arkivat gjermane dhe të Austrisë më të pasuna, po edhe të Perandërisë Osmane. Këto janë. Mandej nuk duhet lanë manash të ato të Italisë edhe të Rusisë, po edhe të Serbisë. Dhe Serbia ka shumë dokumenta, pavarësisht klasifikimeve që i ka bo, këto janë. Unë kom punu në këtë planin e dokumentave, do thot, këto që i takojnë krizës lindore të tje, por thash,
janë botimet e gjermane që i kanë botu shekullin 19 komplet autorët antik. Dhe prej autorëve antik, sot e shkruhet historia ma objektive, sepse aty në bëhë falsifikimet, edhe të Porfirogeti, edhe të Kantakuzeni, edhe të gjithë autorët, këto që vesë, mas shambullin ma të kesh që ka dhonë Akademia e Shkencave të Jugosllavisë, kur i ka retushu, reduktu, i ka ndru, ku ka qenë Slavjen e ka bo Serbien, bilim edhe Kroasin e ka bo Serbi, e tjera falsifikime flagrante. Ka milloj interesi timin personal, bile këtë pyetje e kam bërë dhe Apollon Baçës, është një akademik shqiptar që kishe këtu herë në shkuar. Emri Shqipërisë dhe shqiptarëve nuk përmendet në arkivat bizantine. Emri Serbëve përmendet. Po nuk përmendet si Serbi. Po nuk përmendet si Serbi, që atë është dallimi. Serb, po shqiptar përmendet në Arvanitet dhe prej të ana komnene se tu t'i e ke. Nuk e ke shqiptar. Problemi e emri shqiptar është një problem tjetër, që historiografia jo nuk po din me zgjidh hala. Jo, shqiptar përmendet nga shekulli 11 e këtej. Po nga shekulli 2 deri në shekullin e 11, duket se shqiptarët janë zhdukur. Po shiko, nuk janë zhduk. Duhet me pa mas pari sepse si është kriju Bizanti. E kemi problemin të na, kur kush gati se po pak kush e ka marrë problemin e qytetarisë bizantine, Romarios. Qytetaria bizantine është ndërtu mi bashkimin e 3 popujve që janë aty. Latinëve, Grekëve edhe Shqiptarëve. Edhe është marrë gjuha greke. Qytetaria bizantine Shqiptarëve i është dhënë shekullin e 2 prej perandorit Karakalla. Edhe aty tutje shqiptarët konsiderohen faktor transishëm që janë bo mandej edhe perandor dhe kanë arrit të hynë në strukturat më të larta perandorake. Prandaj nuk i kemi me këte. Por ju thatë Serbi nuk ka në dokumentat bizantine, ka Serb, por edhe diçka tjetër është kur përmendat ato, të Porfirogenti dhe të Kantakuzeni. E kemi Servien, identifikimin me, kur Bizanti kthehet me 1118 Vasili, e bën organizimin e ri me që i mund Bullgarin, se Bullgaria ka qenë një shekull e gjys, ka kriju një strukturë, infrastrukturë dhe administrative, po dhe kishtare, a i kur e bën organizimin e kishave, e bën një Servien e që unë nalët atje. Vetëm Servien. Edhe këjtë identifikimis që janë bo, Serve janë bo me atë kish. Edhe aty ka lind problemi që historiografia jonë në shkallon e liturgjisë kishtare staro-serkfenezik, cilin e kemi për Qirilit dhe Metodit, merret ajo, merret si gjumë zyrtare, por serbët e përvesojnë atje. Serbët gjuhën zyrtare ka bo Vukarazhiqi me 1813-14, ndërsa këto dokumenta tjera erën staro-serkfenezik, ata nuk i kuptojnë ato bilet, nuk kanë kur fa lidhe sepse është një gjuhë amalgam mes çekishtës, kësaj bulgarishtes, rusishtes, nuk është gjuhë serbe ajo. Por këta kanë përvesu dhe quajnë edhe letërsi serbe, quajnë autorët e vjetër bizantin, sepse kanë shku ashtu, kur kush nuk e ka kontestu. Ne do të mbyllim edhe këtë bisedë këtu, për të vazhduar herën tjetër, nëse jeni dakord ju? Patjetër. Okej. Për mua është shumë kënaqësi që ju kam pas 2 herë, edhe që duhet kemë një herë të tretë, pastaj për një herë të katërt e shohim e diskutojmë. Këtu mbyllet biseda me Yusuf Buxhovin. Për sonte, ne do kalojmë në publicitet dhe me njërë në basë publicitet do shifemi një ftuar tjetër.